Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për imagjinatën dhe fantazinë fantastiko-shkencore. Fantazia ose imagjinata është një përzierje mes të lindurës dhe të zhvilluarës. Të gjithë njerëzit lindin me aftësi imagjinuese bazë, që në fëmijëri truri ynë krijon lidhje midis përvojave, krijimeve dhe ndjenjave, duke gjeneruar skena dhe ide që nuk ekzistojnë realisht. Kjo aftësi është pjesë e zhvillimit të trurit, i cili është një mekanizëm që na ndihmon të mësojmë, të luajmë role dhe të kuptojmë botën përreth nesh. Fantazia rritet dhe formohet përmes përvojave, leximit, artit, lojës, shoqërisë dhe edukimit. Sa më shumë që një person ushtron krijimtarinë përmes vizatimit, tregimeve, lojrave imagjinare, mendimit kritik, aq më e fuqishme dhe më e ndërlikuar bëhet fantazia. Nëse kjo aftësi nuk përdoret, ajo mund të zbehet me kalimin e kohës. Pra, fantazia lind si një far brenda nesh, por zhvillohet edhe lulëzon vetëm nëse ushqejmë me përvojë, kuriozitete dhe krijimtari. Lind pyetja: fantazia është e lindur apo e zhvilluar? Fantazia është aftësia e njeriut për të krijuar në mendje ide, pamje, ndjesi apo situata që nuk ekzistojnë realisht, por që mund të përfytyrohen si të mundshme. Ajo është burim i krijimtarisë, i artit, i letërsisë, i shkencës dhe i çdo shpikjeje njerëzore. Nëpërmjet fantazisë, njeriu kalon përtej kufive të reales. Mund të udhtojë në kohë, të ndërtojë botë të reja, të shpikë gjëra që ende nuk ekzistojnë ose të kuptojë më thellë ndjenjat e veta dhe të tjerëve. Që në vogëli, njeriu tregon shenja të qarta imagjinate. Fëmijët luajnë role, flasin me miq imagjinar dhe krijojnë histori pa u mësuar nga askush. Kjo tregon se fantazia është një aftësi e natyrshme e trurit njerëzor, e lidhur me zhvillimin e gjuhës, kujtesës dhe emocioneve. Shkencëtarët e trurit kanë vënë re se korteksi parietal dhe ai frontal janë zonat që aktivizohen kur imagjinojmë, pra fantazia është e ndërtuar në strukturën tonë biologjike. Fantazinë çdo njeri e ka që në lindje, dhe kjo është një potencial i brendshëm për të krijuar. Fantazia është diçka që zhvillohet. Megjithatë, si çdo talent, ajo duhet ushqyer që të rritet. Fëmijët që lexojnë shumë, dëgjojnë tregime, luajnë lojra krijuese dhe përjetojnë emocione të ndryshme, zhvillojnë një imagjinatë shumë më të pasur. Ndërsa, nëse një person nuk ka mjedis që nxit kuriozitetin dhe mendimin e lirë, fantazia e tij mund të zbehet. Edhe tek të rriturit, fantazia ushqehet nëpërmjet përvojës, reflektimit, artit dhe ëndrave. Pra, fantazia nuk mbetet e pandryshueshme. Me kalimin e viteve mund të bëhet më e thellë, më realiste ose më krijuese, në varësi të jetës që jetojmë. Disa shembuj konkret të fantazisë janë: shkencëtari Albert Einstein përdori fantazinë për të përfytyruar eksperimente që nuk mund të bëheshin në laborator, si rënja e lirë dhe udhëtimi me shpejtësinë e dritës. Shkrimtarët si Tolkien dhe Kadare krijuan botë të tëra që lindën nga imagjinata e tyre e ushqyer nga leximi, historia dhe mitologjia. Në jetën e përditshme, njerëzit e përdorin fantazinë për të zgjidhur probleme, për të ëndrruar apo për të parë mundësi të reja. Si përfundim, mund të themi se
Fantazia është një dhunti e lindur, e cila na bën njerëz unik, por ajo nuk mbetet e njëjtë, zhvillohet, forcohet ose zbehet, në varësi të mënyrës se si e ushqejmë me dije, përvojë dhe dashuri për krijimtarinë. Fantazia është bazë e krijimit fantastiko-shkencor. Në letërsinë fantastiko-shkencore, fantazia është shkëndija që ndezi den, po sikur njerëzit udhëtonin në kohë, po sikur robotët të kishin ndjenja, po sikur të jetonim në një planet tjetër. Këto pyetje lindin nga imagjinata e pastër, por pastaj kombinohen me njohuri shkencore. Kjo është arsyeja pse fantazia e shkrimtarëve është e ushtruar dhe e strukturuar, dhe jo e rastësishme. Lind pyetja, si zhvillohet fantazia e shkrimtarëve fantastiko-shkencor? Ajo zhvillohet nëpërmjet njohjes dhe kureshtjes shkencore. Shkrimtarët lexojnë shumë rreth shkencës, teknologjisë, fizikës, biologjisë dhe astronomisë. Sa më shumë njohuri kanë, aq më shumë sqarohen kufijtë e imagjinatës. Ata nuk shpikin pa kufi, por ndërtojnë fantazi mbi mundësi të arsyeshme shkencore. Isaac Asimov e zhvilloi fantazinë e tij duke studiuar robotikën dhe filozofinë e etikës. Ai krijoi ligjet e famshme të robotëve që sot përdoren edhe në diskutimet reale të inteligjencës artificiale. Jules Verne parashikoi në romanet e tij në shekullin e 19 udhëtimin në hënë dhe në nëndetse, shumë kohë përpara se shkenca t'i realizonte. Nëpërmjet vëzhgimit të realitetit, fantazia nuk lind vetëm nga ëndrat, por edhe nga realiteti i përditshëm. Shkrimtarët e fantashkencës shikojnë botën reale dhe pyesin, si do të ishte në të ardhmen? Kështu, fantazia e tyre zhvillohet si reflektim kritik ndaj shoqërisë, teknologjisë dhe natyrës njerëzore. Ata imagjinojnë pasoja të mundshme, pozitive ose negative, të zhvillimeve që ndodhin sot. Fantazia e shkrimtarëve fantastiko-shkencor zhvillohet nëpërmjet bashkëveprimit të imagjinatës dhe dijes shkencore. Këta autorë nuk krijojnë vetëm për të argëtuar, por për të eksploruar mundësi të reja që mund të presin njerëzimin në të ardhmen. Ata lexojnë, studiojnë dhe ndjekin zhvillimet më të fundit të shkencës, teknologjisë, fizikës apo biologjisë, duke i shndërruar këto njohuri në frymëzim krijues. Pra, fantazia e tyre nuk kufizohet vetëm në teknologji. Ajo zhvillohet dhe nëpërmjet vëzhgimit të shoqërisë dhe njeriut. Shkrimtarët si George Orwell dhe Margaret Atwood përdoren element fantastiko-shkencor për të shprehur ide të thella mbi lirinë, kontrollin dhe etikën njerëzore. Në këtë mënyrë, fantazia bëhet një pasqyrë e realitetit, një mënyrë për të menduar se çfarë mund të ndodhë nëse njeriu nuk e përdor me urtësi dijen e tij. Fantazia tek shkrimtarët fantastiko-shkencor nuk është vetëm e lindur, por zhvillohet me dije, vëzhgim, praktik dhe guxim për të menduar ndryshe. Ajo është një përzierje e mrekullueshme midis imagjinatës artistike dhe arsyes shkencore. Fantazia e tyre është ura që lidh ëndrrën me realitetin, dhe ndonjëherë ajo që sot është fantazi, nesër bëhet shkencë. Pra, mund të themi se fantazia është një nga aftësitë më të çmuara që njeriu zotëron. Ajo i jep mendjes krah për të fluturuar përtej reales dhe për të krijuar botë të reja. Tek shkrimtarët e letërsisë fantastiko-shkencore,
kjo aftësi merr një rëndësi të veçantë, sepse është themeli mbi të cilën ndërtohet gjithë krijimtaria e tyre. Por fantazia nuk është vetëm një dhunti e lindur, ajo është dhe rezultati i njohjes, ushtrimit dhe reflektimit të vazhdueshëm mbi realitetin. Një mënyrë tjetër me të cilën zhvillohet fantazia është ushtrimi i përditshëm i krijimtarisë. Shkrimtarët e fantashkencës punojnë vazhdimisht me idetë, mbajnë shënime, eksperimentojnë me botën imagjinare dhe zhvillojnë personazhe që sfidojnë logjikën e zakonshme. Sa më shumë shkruajnë, aq më e mprehtë bëhet aftësia e tyre për të menduar përtej reales. Fantazia, pra, është një muskull që forcohet me stërvitje, me lexim, me përvojë dhe me guxim për të ëndërruar. Në letërsinë fantastiko-shkencore, sekreti qëndron te balanca midis imagjinatës dhe arsyes. Nëse ka shumë fantazi pa logjik, vepra bëhet përrallë. Nëse ka shumë shkencë pa krijimtari, ajo humbet shpirtin letrar. Prandaj, shkrimtarët ndërthurin dy botë, atë të ëndrrës dhe atë të arsyes, duke krijuar një univers që duket i pamundur, por që mbetet i besueshëm. Si përfundim, mund të themi se fantazia e shkrimtarëve fantastiko-shkencor është një bashkim i mrekullueshëm midis dhuntisë natyrore dhe përpjekjes së vetëdijshme për ta zhvilluar atë. Ajo lind si një far brenda mendjes njerëzore, por rritet me dije, përvojë dhe kurreshtje. Nëpërmjet saj, shkrimtarët na bëjnë të ëndërrojmë, por edhe të mendojmë, na tregojnë botë të largëta, por në të vërtetë na flasin për vetveten. Fantazia e tyre është ura që lidh njeriun e sotëm me të ardhmen që ende nuk ekziston. Është një dëshmi se krijimtaria njerëzore nuk njeh kufi.